mbasi kemi mbaruar këtë turin me motozlita, ngrofim qik të zjarri, na dha një sup me qa ishte më duket me salmon. Dhe ke parti që ishte mira jo? Si ato supat që bëjmë neve dhe se ishte nevojshme me keftotin. Tani, ngrofim të ky zjarri neve, tani do na vinë, do na marrin e këta, do vem të pushojmë pak dhe do presim që të vijë nata. Në momentin që vjen nata, kemi turin tjetër, do vem të shikojmë aurorat boreale. Kështu që do shikojmë ato dritat lanë qjellë qysh janë, se kemi parë në televizor e mikë, po si kemi parë kështu realisht se qysh janë këto. Megjithatë, mendoj se mirë, gjithsesi këshilloj për ata që do vinë në Tromso, janë shumë të rëndësishme rrobat termike. Gjitha këto që duken normale janë rroba termike, ja ti kemi dhe dorashka tu, brenda kemi dhe bluzë termike dhe çorape termike, se vërtet nuk ka shaka me këta kthim, me këtë ftohtin këtuja, edhe pse ne veshëm dopjo rroba çfarë që vajtë me motor, se është shumë ftohtë. Aktualisht është -15 në Tromsø, në Norvegji. Okej? Kështu që u përshëndesim.